Bashkë me mua në studio, zotërin Aser Gjinovci, mirëser dhe të shumë knajtësi. Faleminderit për ftesën. Si dhe zotëria Gem Gërguri, mirëser dhe të shumë knajtësi. Mirësi gjithë, faleminderit. Si po ecin këto ditë për juve, fundjavat, shtunet, djelat, zakonisht mundoni ndërsa me i kalu me familje, disa momente më relaksuse, ko relaksuse? Mirë për zotën super, veç me mujt me nalë kohën, pak se qatë shpejt po shkojnë, aty po qmendna. Po shkon shpejt, po ju po duke një shumë bukur gjithmonë. Për unë nuk kam koncept, kur thot dikush, po punoj diçka se s'po me ecë koha, s'po ecë dita, që dita. O dita bre, 48 orë me i pas, dimi a maru qefin vetit, aty nuk mirë po shkon. Edhe familja, tash o privilegj, jemi të sinqert, me kalu me familje, që do mos me fije, me jo njashte, jo pune, jo... Për para po tash krejt ata janë situ, krejt ata janë panvarësu, janë kështu që nuk e konsideroj shumë sinqert, unë e kaloj me familje. Nuk e kaloj se familja se kaloj, as vajza, as djali, as ju marrë lakmi njerëzve kur... Po ata si janë pensionista me kalu me ty. A i kuftoni jo? Unë edhe 3 vjetë, si Naseri. Pension. Po edhe pak ma përpara me gjim, ma përpara. Shumë shpejt u pavarësun, shumë shpejt e kryun knaqësit e veta, shprehit e veta, qka po dihun, tash është privilegj me ardhën vajza, se djallin e kam aktualisht në Amerikë, me pi një kafe, qatë të veç me ka përsigu dhe. Mendoni edhe jo? Njëjtë kjo jeta dinamike tash jeta shpejt. Unë e përthëm një fjollë që e kom një për dikujna, tha koha është e njëjtë që shukon para në 2-3.000 vjetë, 5.000 vjetë. Qaja koha është e njëjtë. Qaja javë është 24 orë konë dita, java konë 7 ditë, muji 30. Qaja është e njëjta, po qa ka ndryshu pse po bëjnojnë ana që po esë koha shpejt. Po shkaku i teknologjisë, po mendoj une. E sidomos kjo e fundit, kjo teknologjia me telefona, me sene ka shpejtu, hala jetën ma shpejt. Se kur hin këtë botën e vogël këtu, që i hap dritarët edhe hin atë tjetërën, ty kur e shef vetën u bo aksham. Dhe në shef që diçka nuk kanë regull. Nëse i lojna këta telefonat pak e sene, edhe dalëm pak natyre, në barre sene, dhe jetës koha pak ma ka dalë. Ose e lanë televizorin, lanë shumë sene, që janë teknologjia që po shpejton jetën, kupton? Se qaja kohë është e njëjta, kur s'ka livit po, njerëzit po, kanë janë zhvillu teknologjie, sene, e ka ardhete që kjo që po thojna po esë koha shpejt. Po në aspektin e punës, ndështë dhe generatat e reja, për shkak që fatmirësisht i kam tëftuar dy figura që gjatë gjithë jetës të tyre kanë kontribu në një formë, kanë punu, kanë dhuru diçka të re, kanë hapë dyrë të reja sot, nëse bëni një krahasim generatat e juaja me generatat e reja, kjo motive për punë, për përditshmëri, për jetën, për gjithësi, për me sjellë diçka të re, të bukur. Po, nuk po du me hup modesin, se që edhe gjima o këtu kompetent, dhe me thonë, sa dhe unë, në koncertat tonë, në eventet tona, besomni që para Ramazanit, kemi pas një cikl të koncerteve, besomni nuk e din Ferizajan, Gilana, s'di kuke, a besoni 90% që ishin 20 vjeqarë, 22 vjeqarë, 23 vjeqarë, po kong që dishin krejt. Kong, vishin, nuk e kemi na atë barjerë të kohës. Barjerën e kemi, ose ajo që është veç që neve na ka përcejnë vjetë shpejt. Ama saj përket muzikës edhe, saj përket asajna, besëm nuk kemi nëj dalim. Dhe kështu që ajo është ajo të përmbush, ajo të kënaq, ajo të motivon, kur publiku ka nevoj për ty. Jo ti për publiku, natyrisht kemi na nevoj. Po me pas na nevoj për publikun, e publiku për neve mos me pas nevoj, ajo pak keq. Po ka nevoj publiku për neve dhe kaloj mirë. Nuk kemi probleme me barierën e moshës. Nuk kemi me distancën e gjeneratës. Menoj që është mirë veç që thojnë raptisho i datë veç nga të zatë. Do të treguaj që dhe krejto ciklet e fundit koncerteve dhe sa herë që jeni në skenë, ka
mosha ndryshme, gjenerata ndryshme që ende e pëlqejnë dhe përcjellin muzikën tuaj. Në atë kohë, ndoshta kur vetë se i keni kriju, themi, këto këngë, i keni menduar ndonjëherë që kanë me pas këtë jetë gjatësi, që ndoshta tek edhe në këtë vetë me u dëgjue, me u pëlqye edhe prej gjeneratave që ndoshta në atë kohë as nuk kanë ekzistuar fare. Jo, nuk jom nis, pëse edhe Naseri, si jena nis ka ajo që edhe bile as mu bot famë shumë ju. Na e kena nis thjesht në shkollë me një gitare që të hajtë të bot qef vete, të një hajtë u bo kompozimi i parë, konga e parë, dyshysh një farë gëzimi është se ti po prodhon diçka që qatë kongë që e qëtë agimi Naseri, ato janë veç këta e kanë bo. I hera parë që beboj një kongë është për i ty në ka dalë. Të më thonë prodhim original. Edhe nuk ku më nuk kur që ka me kalu 40 vjetë, bile Naserit para se me hi këtu i thash atë kujtojt kër mojshëm mramje platone e Pallatit Rinis në Prishtinë, verës, kënojshëm natë për natë. Minatori dhe fisnikët kanë kënu, e kjo është që 40 vjetë kjo punë. Pak ma shumë, po 40 po janë. Po më falë. 40 që ka qenë, po, 85, po në 80 e me që kena fillu, po du më thonë që saj për këta saj kena kompozu, kom shkru, për ma shumë më thonë, për me kriju diçka tre interesante, jo për tash publiko ato e ka pranu, si kongë, edhe i ka pëlqyë dhe i ka metë në kujtes. Për shta Naseri mire ka dhe une që kur del publik ta kënon kongën një moshës jo 20, po kom qenë me një bilisht, i thojnë ofër kufinit me Greqinë, Shqipni, për te Korqës. Një fshat, na thirën më me maturë, këshin ata, për festoj shenë jashtë. E këshin bo binën në eknum. Jo 20, po 7 vjeqari, në bilisht, që kur kush dhja din nga më në kush biles me më, se din ku është, e këneshin zotria juaj me neve bara, 7 vjetë, 10 vjeç. U që dita shumë. Valoj u që dita shumë. A din që dhe më thonë, efekti kongës, so kam rri edhe so ka jetu. Edhe, për shta dhe unë e thëmë edhe trive i kom thonë në gjithë, kur të prodhoni diçka boni sa ma original, edhe bone për i shpirtit, për i zemrës. Qitë me ma originale, ajo ka me jetu shumë. A din sa më, që aty është? Qitë me nëjsh, jo e hanë pazari, jo se ha pazari. Jo për bëjë për shka publikut. Po, ajo është fatale. Për bëjë për shka publikut, nuk bot. Këta për lypin qësi e zhondri, për bëjë të qashtu. Jo, nuk ka qashtu. Na ka në jetu me zhondrë tonë, dheri sot, edhe shemira me të lija i lirëve edhe kretë, me zhondrën edhe ka jetu dhe i vënë. Qatë zhondrë që kanë kryu ata. Do më thonë vitet e dhejta, po, alo sot po kënohet. Në për koncerte, po kënon krejtë salla, po kënon. E në ato fillimet si është pritë si zhanër, për shkak që të regu që në atë ko keni prodhu për qefin tuaj, keni pas qef me shkruj diçka, me kompozu diçka, pavarësisht shkrit edhe ndryshimeve teknologjike në atë ko krahasuar me sot, po si ndoshta e keni menduar se si kanë me pritë publiku në atë ko një zhanër të tillë? Na kemi majtë brucëshjada, më falë më murgoja, absolentjada, mramjet ndryshme të maturës, gjima që e përmeni ka, më duket gjim ka 3 muja, qërshori koriku gushti, dhe me 31 gusht. Në Platon, ku korzet e shprasë shumë korzet, se u shqit shumë 2000 bileta. Sot me thonë 2000 bileta, natë për natë, aty bile më vjen kesh me thonë, se menojnë që jemi të pasin qertë. Edhe i pritshin mirë. Mirë po, ajo që ka po du me thonë, se generatat për para, pa dasht me ofendu një pjesë bukur të madhe të trive tash, atëherë u ko generat shumë ma urbane, se sa sot që janë. Edhe u ko, do me thonë, generat e rock'n'rollin, në fakt. Se kur një brucëshjat, për shemull, fakultetit juridik, ekonomikat, mjekësisa, dreqit e të bidrit e filozofikut, kur ti e ke majtë 70% me rock'n'roll, dhe me thonën, aty e kanë dasht rock'n'roll. Sa kanë bo muzikë populore, besëmni, prej orës 11 dherin orën 11:20, 11:30, nuk ka pas muzikë më populore. Edhe këto mbrëmjet e trive, gjithë shka. Kreto majtë dhe në 4 mëngjesit me rock'n'roll. Njerëzit kanë hyrë tavolina, kanë kësy, kanë bo, kanë... Do me thonën, jenë pritë mirë. Mirë po, që shkën që ka gjatë, edhe na, se kemi pritë. Nuk e kemi pritë, që vinë tani të 90-at, pa televizion, pa radio, pa kur gjë, një gazet,
edhe disa tjera gjysmë ilegale, nuk kemi pasur në prezencë mediale. Po, as promovim, marketing. Sidomos minatori edhe fisnikët, për të tërkon gjim tyben po di, ma mirë mos me full, na kemi majt koncerte, edhe të 90-at, edhe 2000-at, edhe krejt, dhe më thonën, e kemi kompenzu qatë mungesën e prezencës në radio edhe në televizja. Edhe që aty e kemi po që në sens kemi qenë matë fort se televizioni, matë fort se prezenca shumë e shpesht në për koncerte, edhe plus jemi të folë për koncerte autoriale. Jo tezga, po qfarnica, qka po t'june, po dinitoze kështu. Mirë po mandej e pam që publiku që e përmena dhe marë, ka nevoj për neve edhe mushën. Mushën salat, mushën klubet serioze, po foli për klubet serioze, edhe këna bënd të lumë të neve. Pra, temi ndër promovimi vetëm në atë kohë, për juve kanë qenë këto koncertet, mega koncertet, ku kanë mujtë ndështë njerëz edhe me i mësu këngët, me i dëgju këngët më shumë, edhe që kanë mbjetu për dekada e dekada. Po, në kanë ndjekë, do më dhona, kur këna bo albume, i në shqit albumet atëre, se tash përshë gjithë shka ka ndryshu. Kur e krahason me atë kohë, këtë diçka tjetër, kësë me kalzu, në herë ku bjenë lafi për i foli djemve, anipave, dikuj, për në atë kohë, ata po thotë, a jetu kalzu filma, seriozisht, këtë ka ndryshu komplet, total. Tash plus, kohëve të funit, që po më brengos një farë mënyre, po më brengos për këta prodhus të rritë muzikës, për përdorin AI, që pja bon kongën, aranjimin, krejtë, edhe ka njësë edhe kongëtare me hi falca, të me knu, dikush tjetër, që është brengose. Dhe më thonë, na jena generat që këna kriju vetë, këna bo vetë që aty për që aty, dhe më keqë mirë, kryesoria ka qenë original, ka qenë e gjallë. Po ta që kjo e AI, ka njësë njerës mu demela, unë një edhe do kolegë të bo laf, jo mërë tha, po ma kryjnë, tha jo vetë, ta melodin, ta vetë ma bojnë, ta aranjmanin, dhe më thonë, ti mos mu lodhë ma eq, e truni vjen të u bo gati, që shpërshkojmë na, ka mu bo sa kokra arrës, truni njëri. Ty largu këto, ty e këto, ty ta krypunën dikush tjetër. Është dehumanizimi muzikës, kur gjë humane s'ka, edhe në kuptim të përjetimit, edhe në kuptim të interpretimit, edhe gjithë shka. Din që për me është brengose, edhe njerës e konsumojnë, gjithë del dikush që e konsumon ato. Tash njeri në një qytet, qytet Kosovës, aj nuk e din se e ka bo Naseri, e ka bo Agimi me AI, e ka bo kështu, aj menon mirë, ka bo që të ka, valaj, po, ku gja mirë, është, po, Klasin pak për atë kohën kur vetë se jo keni inqizu themi këngë, të regua që shka ka qenë live me instrumente, ndështë e keni pasë dhe ato orët e caktume, se sa mundeni me gjiru, ato gabimet e vogla, krejt ka qenë situatë periud tjetër. Këtë, kanë qenë, du më thonë, manual. Gjithë shka ka qenë, që për ta të regëm shamë radio, shkon, fillimisht i inqizën instrumentet, nësa ne vjen vokali në atë kohë, që shkina një pjesë, kanal. Ka ndodhë me grupë tem, me antarë parë që kanë qenë, këna bo kongën, ne kanë shu një mikrofon për i naltit, ka qenë studio e ma naltit se që kjo, Radio Prishtinë, një mikrofon që tu, me gitarën dore, këna kënu kongën për, fillimit deri në fund, këna ashtru qash mirë shpesë, o që s'kena këthy asë një here. Edhe ma letë për producentin, tha ke super, dhe kemë shumë se... Shka pas nevoj për mek, ku me di, po që pak e kanë gjërë me akustike, sidomos e... Ti qashtu? Po. E këta jenë ma me elektrike, ma rock, në kona jenë akon ma pop, me një zhonër që ma mërmenja mu, une qësh e atëre kumë konceptu, ka qenë triksi, agim të jetë, është një farë zhonëri i muzikës akustike, që veç Kosovë është bo. Fontana, Fontana, po pak ma. Do në veç të na është produu që e loj zhonëri, pop kosovar, me vlonë të më bëshë ma gërë pop kos i uni. Edhe Shqipni nuk është bo që kjo loj zhonëri. Me gjithatu ko live. Toni këta, gjurëmët, i lirët 403, kanë qenë një rock i nivellit evropian. Mos harëni se të na pak kanë shkru këta kritik të muzikës për rock muzikën e Kosovë, shumë pak, s'ka pas kush me shkru. Sikur në shtetet tjera që kanë shkru, i kanë dhonë shumë në rëndësi kësoj pjesët kulturës viteve të 80-ta. Këta, qa që kanë avancu, so në të vërtet, ju në konë nivel me grupet angleze edhe
Qa u bo në Evropë, u bo në Kosovë, vetëm gjuhën Shqipe. Aty me hi tash me historikisht me këshyrë. Perfekt u konë. Po, jena konë, do më thonë, kretë live, të këtë gjallë. Ama, pa dasht me u modestin, në të tretën, kemi majtër koncertin e parë në Tiranë. Edhe u konë kuadrë të javës kulturës kosovare. Tash koncerti minatorit ish me dy korek. Ish i vendi qendror se u përmbëll këtë kështë. Këndum, deri në gjysht të koncertit, nuk kum komuniku me publik, nuk kum animu. Ne antar i grupit nuk e di cili, po më ta që t'ja mikrofonin pak, si në Kosovë, tha, edhe publiku ta këta po knojnë. Nuk e di në cilën kong, ja që s'publit, haj, jo qa po thoni tash, janë nisën mikrofonin, pa dhe pe gjysh dhe janë, po, nuk o po enda këto. Atëherë, u kry koncerte, ishëm të lumëtën, se ishtë transmitim i drejt për drejt i radio televizionit shqiptar, konë qaj koncert, po. Edhe tash në mena jemi profesionistas, po thom që jemi në burrat mire, djemë të mirë, po. Mirë, po, na e kontrollojnë abinen, a jenë instrumente tu, na asjen, se gjithë na i keqbërë së është aty, që mas leti ta vjedhë një mikrofon, dhe që edhe është në gjepë, dhe nuk o lirë. Tash, meta unë në binë, edhe të ju bërtit, Macedonishin, ata që këshin përu zërimin e mirë për atë kohë, kështu për, edhe po i bërtas në gjuhë slave, kështu, thash, hadi këshërim mikrofonat, i e ki neher leja këtu, po, edhe zbrita, gjimo tash ish tehu, si kur thik, tehu i binës, se bina ishe konstruktume, nuk ishtë naj plato me marë me këshyrë, po, tu i bërtitën atina të mërshiti koma. Tuk, mra pa fut, edhe pej këtu hit që shira, këtu hit e deri këtu, nuk më dhim t'i kama, që kjo pjesë, qëto më dhim ke? I sharë një televizion i arberëve të Italisë. E po më thojnë, a pe ma një intervjistë, thash po mëre këtu. E majta intervjistën, fola, gjim fola pa lidhje. Pa lidhje fola, a ish vesh, edhe u krya, ja. Kur thash në albet e këshyri kamën dhe qova qështu, mu kishë mushën qërapa dhe këpuca gjak, Mufa, gitaristë për dhe ti, mëre zetë shqyqër, që pas ke vra kamën, se të të ngu të full me në vadhër ko 4 anugi, njeri për qitashit, pas kanë lëme, po shqyqër të për kampu. Në qatë ciklet, erë një plak mbi 80 vjeqarë, 90 vjeqarë, tash në kuptim të asaj që tha Gima, e i shkeshin lëtë qështu. Tha, o bo, tha, sa bukur t'inglua ka, tha, kjo muzik, edhe me fjallin Shqipe. U gati janë njësa me kajtën, u mëre kamer, ku me mujtë me gjithë një zavë, ja diqka me pështilë. Po, jemi përpjek, që me konën trend, që në kohën e ishë Jugoslavisë, edhe në Asirini, edhe si muzicienta, mos me pas inferioritet kulturor, muzikor aq ma pak, kështu, dhe edhe ata vetë e din, grupet ish Jugoslave që e nërë, në një shkrim, në një gazeta Duga, ka pas përmen konsideru që publiku i Prishtinës o publiku ma inteligent në ish Jugoslavi. Edhe publiku në Prishtinës nuk mundesh me e mashtru. Nëse një herë nuk je i mirë. Ata vinë, t'i blejnë biletat herën e dytë. Për ilustrim, o rasti i Zana Nimanit. O Zana Nimanit me grupin Zana, o mosh, Halla Universale Gjim, nja 40 minuta majti koncert, qashtu, po, me një herë, mas disa muaj herën e dytë, po nuk i shiti 5-6 bileta. Se nuk mënesh. Do me thonë, duhet me konë sa ma modern, po që tha Gjima, po original me konë. Jo me konë plagiator, jo mënesh me konë mu inspiru, po jo me marrën që kërë me im bankën, ja marketin një plaqit, edhe kongën. Po më vjen mirë që koha në ka demantu, se pak e hupë modestin Gjima. Keni shumë që ka me të regu ende, kështu që...
Shumë raste. Jo, që ishë. Pa përsëritshme, kupton. Dhe kanë lënë gjurmë ato. Deshte, dikush do të më përmend një ditë në histori që Koha e sotit është demonti më i mirë, është argumenti më i mirë. Edhe çka që po thot Nasere nuk është me rrejt kërkon. Sot unë ndoshta më herët i kisha lënë muzikën. Po më kanë habit do detaje kur shkojnë në koncert, kur kënon gjallë, pa jo playback, domethënë, se unë jam të mërsisht e urrej playbackun. Dalën në skenë, e kënoj një kongë të amen, e kënoj në gjysa salë, ose krejtë salë, akot. E ajo po të motivon ty me se prap me vazhdu, domethënë, se diçka, ti e nolë kongën në gjysë ku dush, vazhdojnë ku dënë, shtim publiku me kënu. Ti me CD me playback, to së mënesh me bo, kur? A kupton, që të është ajo rëndësia sa është me rëndësi me kënu gjallë edhe me qenë original. Ti thjesht. Mirë po që kjo gjenerat. Dhe me thonë unë, na e kemi pas një përparësi edhe jemi kanë të vetëdijshëm. Se edhe te fisniket, për shamë për njës nga për i gjimës. Gjima është piktor akademik, me akademit kryne. Antarë të grupit tem, unë im konë juristik kvalifikum, tash hajde pensionum, avokat. Antarë të grupit krejt janë me fakultete, gjurëmet me fakultete, 403 me fakultete. Se e kemi kuptu se edhe rocker, edhe muzicient, edhe budal, nuk po shkojshën ato dyja. Një kombinim duhet, a? Nuk duhet, me kom me shkollë, me kry fakultetin, edhe na gjithmonë një nën kam e kemi pasën të sigurt. Shtu se kemi pasën. Fakultetin e krym, ose të kry fakultetin. Ka qenë letë mja dojnë në aspektin financiar, për shkak që përmendët që se cili e keni pas të themi një fush, një dek të juajën, po sa keni qenë të shta bashkëpunus edhe në aspektin e instrumenteve, në këto aspektin financiar, me indimu njëri tjetërit, grupet. Marja me madhe, mos me ahuazu një instrumenti. Ma bashkëpunus se nas ka pas. Ajo, këtë turp. Krejt ka ngoj kanë imu, interesant të konë. Shumë kanë qenë solidarë në nërmi vetë. Shumë. Jo, marë qarë. Një gitare, se qëre, atërë për para, gitare e mirë, po foli për gitare e mirë që kushton 1.000 diçka euro. Gitare profesionale, ka pas pak Kosovë. Edhe kush e blekin, a e di shumë kush e ka, për shumë prejnin bashkë për mene këj Prem Berishën, me përshëndesën për studios, nëse na shena i kun. Ka pas se patruni dhe Gibson, gitare, pe Amerikës, që më thonë rrallë, kush e ka pas ato, e ta është e mullet është me lypë prejnit gitarën gati si dhe grupë për me njëzu na i solo pjesa të qka në studio, në kupton. Ose unë e kom pas në gitare, po sashme të qka për ne akustike, për dinherja ku thonë dhe minatorit, e kam lypë. Edhe, është, dhe më thonë, kjo është bashkëpunim, ajo ka qenë shumë nivel të lartë. Pa kur farë hezitimi, hiç këtë në pas problem. Që, kësi, hajde përmeni me respekt, dasha mirësi, qështu, Suzan Tashi. Tash shiri shemi diqka, jo me humor të full, tash të anat kodi që pak nuk e di pse, nuk falë shumë. Që nuk është karakteristike e me mujdhnu me dikone mësë me full, po shiri shemi diqka. Po, se a i tha, shemi tha, qështu i pushtere o kështu, Zoti Gjino, a i pari, për 83, unë ka thonë Zoti Gjinovci. Edhe, tha, Zoti Gjinovci, a jetë s'ke për parë, kë njëri ma i poshtër. Jo pre, o djali mirë, beshujve, ortakin mësë ma shoj, që ani ti, po. Edhe tash, a i më ka mjeli mu. Mu më ka mjeli si delen. Mu më ka mjeli. Tash si Afrikën e Jugut, mu si Afrikën e Jugut, tani dikur e dhuk, se qatë shumë fillova me kesh me ta. Po e në ta o këto, ishtë atëre u koha kur na rishëm në teras të grandit edhe na me minatorin kishëm e në qëzit. Aje kishë gjipsonin e vetë, edhe kishë e qeqen për mduket, po, një përforcus, një pojatëshall, amplifikator, tepër i mirë. Mirë po tash, për një me ishëm në stres, se pati gitare gjojna, kësi gjojna po amplifikator të mirë, që e kish, ajë nuk më ishëm i gjithë, zishëm kuj me aly. Edhe tash une u qova shkova, fali shprehen, në toalet të grandit, terasës, të hollit grandit. Edhe ajë u fljuk mas meje, unë isha njën në kand, ajë në tjetër në kand, edhe nuk unë fuli hiq. Allah dhe kodrë, po. Tha,
Nuk më thash do t'i gjinokci. Tha një vakin që zim nesër. Më thash po, me gjuzonit. Dha, nëse duhet përforcusi edhe gitara, fol me Lukin, me mu mos fol, me fol me vlani tina. Edhe atër nga plasi gazi ma, kupino me të përqafo me të bënë me të... Që da gjima, se pe përmeni plët herë në rry, adi solidariteti u kohën. Edhe që në qitë situatë, njëri t'i ka ronë men që aj duhet me në edhën neve gitarën gjipsonin edhe aplikatorën, maj mirë. Po. Që shtu se ju lëdhëm në ashtë. Edhe sot këni arë me gitare, pa dyshe. Kena nejt derin 4 mëngjesit, që përmeni shemin, nga me t'lin në seri, derin 4 mëngjesit kena nejt të nxit plakatat e bum festivalit parë. Ajo është rrëfim veti. Derin 4 mëngjesit kena nxit plakatat në këtë Prishtinën që ka më mojt festivali parë i rock muzikës. Minus 10 gradë u konën. Jo, personalisht. A ju i pari u konën mahe. Jo, na, po. Ove gjima bre ka shqit bileta, që solidari me kjo. Kom shqit edhe bileta, edhe kjo në 85-ën kom shqit bileta, a 82-ën kena nxit plakata me grupin tonë deri në 4 mëngjesit, edhe u takoj shumë me një qajtore u konë të posta vjetër, ku e kam bombardu, që aty u takoj shumë në asere, këtë që aty e në kom pi shumë qaj deri në sabat. Edhe bëj shumë lafë që shmi a bo për koncert që kom është minus 10 grada. Shtë u konë jeta, interesantë. Keni rëfimet shumë ta dekada, përvoj, eksperiencë, po. Edhe pse s'kena pas kushtet mira, kena pas vullnetin e Ove që Giba i ka shqit biletat e këtu. Dhe që na i kemi shqit 8.000 dhe 11.000 bileta. Me parter. Ju ulse nuk janë qash. 4.000, 5.000, sa mujnë me ka. Ama parteri. Edhe u shqitëshin bileta, se u bëjke, fest u bëjke. Edhe ka pas grupe shumë, grupet mira, muzizentat mire, shumë solidare, shumë humar. Po, shumë humar. Po besoj që shumë prej atyre shikuzve që po në ndjekim, veç se kam pas fatin dhe rastin me qenë pjesën do një koncerti, me ju dëgjum edhe live, kështu që kishë mujtë ndërshta dhe sot me ja plëcu dëshirën, përshka që e keni edhe gitarën, një pik muzikore, një pjesë diçka një presja, bënë se pik. Edhe presja, bënë. Qka të keni qef jo? Unë fanë mere gitarën, hajtë se mora, po zakonisht nuk zja njëhet mirë. 100 poezi do t'i shkruaj për ty, por asë një ras bëm pun që të kthehesht e unë, por asë një ras bëm pun që të kthehesht e unë. Molle ndaluar për ne, është dashuria jonë, kujtohet kur më the. Molle ndaluar për ne, është dashuria jonë, kujtohet kur më the. Faleminderit shumë. Me kërku ma mirë s'kishet ditëveja qëllusa, da. Po flasë pak edhe për qëtë pjesën e teksteve. Molle ndaluar tekstet në atë kohë që keni shkrujt për aktualitete, për dashuri, për gjërat bukra, për gjithë shka. Sa ka qenë fështirë ndërsa në atë kohë me i verifiku tekstet në periudat ndryshme, me u aprovu të theme, me gjetë një temë për që ka me shkrujt, se si ka me u prit? Adin qysh, unë kam do një ngjarje, një tekst që ka qenë do të shkrijmë të venitëm një herë u ndalu, që ka qenë e shkrumë në pena infrashrit në atë kohë, se na kena qenë në Jugoslavi, ka qenë ndalu me Sol Shuniko, ngjarja tjetër ka qenë me tekstin e, se në fillim nuk kom shkruune. Një 3-4 poezi kom prej Ismail Kadarez, Drit Ragolli, Gjurma, që ka shkruan 2 versionet Drit Ragolli, ka flet për 2 shokë që ka ndosht një vajzë. Ajo është kompozimi jam i parë që kom bëne, 79-ën. Dhe kur fillova me shkru, ka qenë Teuta, edhe ato të e përmirësute na ka nimu, në atë kohë dhe shkrimtarët, këna najtë në ndryshëm, për me dolte poezia e mirë, ose konga, teksti i mirë, do është me menu. Po nësë s'këm ditë me menu, si këm pas 16 vjetë, këm qenë i vogël,
Edhe Gani Dili e falenderoj që na ka ndihmuar në fillim shumë për tekste. Edhe e pata shkru kongën Grushtat do t'i thej. Edhe kom e qoj shumë teksten të Rifat Kukaj me verifikacione, do më thonë, çdo tekst e na ka hine për filtra. Nuk kalon ty me bo... Komisioni o duft. Adin qite të vetë qite, pa u filtru, pa. Kur shkoj të Baci Rifat, Ramit Lira, tha që kjo Grushtat apo vret pak kjo fjalla, është pak për natë kohën, të edhe të shtatën. Tha më miro me ndru këtë fjallën Grushtat me bo Duart, do t'i thej. Unë tash s'më isha mja këthy fjallën, isha i ri i vogël. Tash bane bre, ndroje, Duart do t'i thej. Edhe marrën e tekstin, e kemë shej vijaj me kemik edhe bani Duart nalë, dhe tha, qështu tha kjo, tha, ta nuk ndalojnë, tha, nuk flasin. Të shku në shpi me tekst në dorë, nuk më flej, kemë unë këndim tash Duart. Duart do t'i thej, pse. Duart, dy bashkëtingëllorët e funit, RT, Duart, do t'i thej, filloj kemi bashkëtingëllore. Duart, dilke si kur me thonë, Dua, do t'i thej. A më kupton, me njerë radio, e disha që ka me menu njerë publiku, se i ko menu krejt senet. E lypat metrikën e rokjeve. E tash Grushtat u konë, e fuqishme, Grushtat, do t'i thej. Edhe unë qa bëj, s'ka problem, hi në radio, e nqizoj me Grushtat. Jo, po. Prit, edhe më thirë mu, Marian Vitalici u konë një kroat, producent. Nërmen, ma qitë e nërmen. Pishe. Edhe më thirë Marion e thëtë, a keni në i kongë të të shtatën kjo? Me inqizu, diçka tha se e kena një termin të lirë, tash, po e kam një fjallë të qiririt, po në verzion, e unë e pa ta marrë një melodi për këtyne Simon Garfunkel, pa e tash të bëj një kombinim. Kur shkaj aty për pës Marion e tash, e kam një kongë, këna inqizu që një 3 javë ditë për spelshojnë. Qëla është ajo? Tash Grushtat, hine e në përfioka e gjetë tekstin, e gjetë trakën, se me shirita u konë, elshoj, a o që kjo po. Qka u problemi, tha, su që kam shu vija, se une qatë tekstin e shkrimtarit e qoha në radio. Thash, po kjo është qështu, thash, Duart, se në gjuhën serbo-kroate, u du mi kalzu. Duart do t'i the është që kjo Dora, e Grushtat është që kjo. A, pesnica. Thash, po. Tha, që ko lidhe pse ka, pse pas ka kur gjëtë keqe. Tash jo dhe une, me mura elshoj në radio. Kush ta kur gjës pa po. Ku pritum të adit, se shqiptarë gjithin tut para kohë. E që kjo është ajo, po du me të kalzu qëfar filtra kanë kalu tekstet tona në atë kohë. Po se autocenzura u konë në seni maj keq. Seni maj keq, ma ndej, të kanë cenzuru, po autocenzura, kur vetë ti ke villu me cenzuru, po na se kemi qak kryt për atë punës. Bom, sinqet. Jo që jemi ko trima, eroja, jo, po kemi menu qashtu dhe... E di që keni edhe shumë ngjarje tjera, eksperienca pa fund, koncerte. Alos kemi fillu mirë, po, ka që kishim... Ta televizionet, sa jena nga gjallë. Me morë një 4 kamera, me morë një pije që aty meze, edhe me lëshu kamerat, e na më ullë këtu, disa më mlirë në asoj kohë, edhe me bolaf nër me veti, na me na inqizu. Qa kena na me kaldu, me na i tej ton natën, dhe i me në zespane, edhe qatë program, me morë me cilë pjesë. Ide e mirë që i ka tonë. Qështë më një detaj vogën, shumë, po. Gima, kër na bjen në here, më vjen keq që s'kemi shpesh, Gima është i shqumë edhe është i njohën me sensin e humorit tina. Edhe në atë aspekt shumë historia. Po, kur këshëm najtë tezga, kështu a pauza këtu, Gjim kalzëm diçka pashtë, dhe Gjim rajtë. Me na serin, na marak, kur bojmë laf për pite, laknur, këtu që edhe ushqimit që na pranë neve, që e jona autoktone e Kosovës e Shqiptarëve. Për qasi plasëm në qëtë goja lëngë. Të ndërum për i falenderoj shumë për energjinë pozitive që në solën studio dhe për gjithë shka që ndajt me ne dhe me shikuesit tonë. Ju pres prapë edhe për shumë histori e rëfime tjera. Shpejt shkoj, shpejt.